Dhe këta ilirë që ishin pikërisht këtu në këtë vend që më vonë u themelua Apollonia, aty ishin dëshmi e këtyre ilirëve që në shekullit 12, pra gati 5 shekuj para se themeloi qyteti. Por tregtia ekzistonte midis të dy popujve, helenëve dhe grekëve, ilirëve. Kështu që edhe kemi në këtë këndvështrim kemi si thua integrimin e parë të ilirëve në koloni. Pastaj këta kolonistë që erdhën, thot profesor Pierre Caban, një helenist i shquar, që 200 veta erdhën ishin meshkuj, kuptohet, s'kishin marrë gra me vetë, atëre normalisht do martoheshin. Çfarë morën gra ilire. Pa duke marrë gra ilire, brezi i parë i Apolloniat Vjetërinj ishin përzierë helen edhe ilir. Pra u zgjerua pjesëmarrja ose si thua prezenca ilire në Apolloni. Me kalimin e kohës pastaj duket që vinin her pas here. Edhe fakti është që në Apolloni ka pasur rreth 20-25% të popullsisë që ishin me origjinë ilire, po integrohen në koloni, kuptohet.